Përshëndetje me emisionin 05 dhe periudhë të televizionit Festina. Shpresoj se jeni duke kaluar një mbrëmje të këndshme dhe si çdo herë tjetër tashmë po shoqëroni me emisionin 05. Por është e pamundur të fillojmë emisionin duke mos falenderuar sponsorët e emisionit ton, të cilët nuk dohen asnjëherë nga ne, ata janë Bas Market, Mobleria Vladi, Ninos Pizza, Exfonsmi, Al Production dhe butiku Mesa, i cili përkujdeset në çdo emision për dukjen time. Tashmë vazhdojmë me informacionin e parë që kam vendosur ta ndaj me ju. Shkurta Selimi ka gati këngën e re. Mikesha e emisionin 05, Shkurta Selimi, gjatë javë përmes rrjeteve sociale ka paralajmëruar një solo projekt. Ciao Ciao do mbaj titullin kënga më e re nga Shkurta Selimi, e cila padyshim se do jetë realizuar edhe në mënyrë vizuale. Neve na mbetet ta presim datën e publikimit. Redi paralajmëron këngën e re. Miku e emisionit 05, Redi gjatë javë përmes rrjetit social Instagram ka paralajmëruar një këngë të re. Redi kësaj radhe do vije me solo projekt. Mojze Shkane do titullohet kënga më e re nga reperi Redi, e cila padyshim se do publikohet në kanalin YouTube së shpejti, dhe edhe pse ka vetëm pak ditë nga paralajmërimi, kënga po pëlqet vetëm me një paralajmërim të shkurtër që është bërë në rrjetin social Instagram. Ardi Mirduni dhe Blerando sjellin këngën e re. Filma mban titullin projekti më i ri që bëri bashkë treshën në Big Brother VIP Kosova 2-shit, pra Ardin, Mirdunin dhe Blerandon. Kënga është realizuar edhe në mënyrë vizuale dhe po pëlqejet mjaft shumë nga audienca e të tre artistëve. Dafina dhe Ylli sjellin këngën e re. Pas suksesit të madh me këngën Kaje, tashmë Ylli dhe Dafina kanë sjellur edhe një këngë të përbashkët. Jom ka dumet po mban titullin kënga më e re nga kjo dyshe, e që padyshim se erdhi edhe në mënyrë vizuale. Adhuruesit e të dy artistëve e mirëpritën këtë projekt. Lobby, Ledri, Lumi B, DJ PM dhe DJ Dax bëhen bashkë për të sjellur një remake. Pra kënga Kujti pas këngja erdhi në verzionin remake nga këta 5 artistë. Është realizuar edhe në mënyrë vizuale dhe është këngë para sezonit veror. Me këtë artistët vetë se edhe kanë paralajmëruar një sezon veror jashtëzakonisht të nxehtë dhe ndjekin projektin në vazhdim. Edhe një shans, kujeri ta ngri gjakon të vynë aspirin si pas. Capital T sjell këngën e re. Reperi i njohur kosovar Capital T gjatë javë ka sjellur një solo projekt. Albania mban titullin kënga më e re nga reperi kosovar, e cila do e shoqëroj kombëtaren shqiptare në Euro 2024. Kënga padyshim se është edhe në mënyrë vizuale realizuar, e ku tjetër pas në Air Albania Stadium. Me këtë emisionin 05 ishin këto informacionet që kam vendosur ti ndaj me ju për këtë javë, dhe tashmë me njëherë pas blokut të marketingut keni rast të ndihni pjesën e terrenit që realizova gjatë kësaj jave në qytetin e Ferizajt.